Kjo është një dhimbje që ka pllakosur të gjithë qytetin e Lezhës dhe pothuajse të gjithë Shqipërinë. Rasti Joanes ishte një nga ato raste të vajzave që nuk kanë ditur të kërkojnë ndihmë apo nuk kanë gjetur derën për të kërkuar ndihmë. E tregon në gjithë qytetin që sot, edhe pse nuk jemi të organizuar në mënyrë më të mirën të mundshme, gjithë qyteti ka dalë sot për të ndezur një qiri për shpirtin e saj dhe në këto momente, nëpërmjet shpirtit të Joanes, unë kërkoj një apel. Të dashura vajza, kërkoni ndihmë, të dashur prindër, dera juaj të jetë e hapur në çdo moment për vajzat tuaja. Të dashur nëna dhe baballar, edukoni djemtë të juaj që djemtë ti duan vajzat si të ishin motrat e tyre. Trokisni në dyert e institucioneve të shtetit, sepse ne gjithë punojësit social në të gjithë Shqipërinë janë aty për të dhënë ndihmë që mos na ndodhin asnjëherë raste të tilla si rasti Joanes. Shpirti i saj pushoft në paqe dhe Lezhë mos pas fatkeqësi të tilla më.